Konsumatori ka bërë lidhje direkte në shtyllë, ku tash për momentin është duke i furnizu shtëpinë, njëkohësisht minimarketin edhe sallonën ndolimin. Në orët e para të një dite shtatore, ekipet speciale për gjurmimin e vjedhjeve dokumentuan keqpërdorim të energjisë elektrike në 2 raste, ndërsa dyshimet flisnin për vjedhje të rrymes edhe në një zonë më të thellë të Pejës. Sistemi orëve digjitale i mundëson kecit që nga distanca të shkyq orët e konsumatorëve që nuk i kanë paguar faturat e energjisë. Në këtë rast, energjia ishte ndalur për një konsumator, por të dhënat inteligjente kishin sinjalizuar se i njëjti kishte rrymë edhe gjatë ditëve kur energjia e tij elektrike ishte zyrtarisht e shkyqur nga sistemi. Konsumatori i cili e ka njësorin e vendosur në shtyllën elektrike ka instaluar një lidhje direkte për ta furnizuar shtëpinë dhe biznesin e tij. Rryma që shpenzohet në këtë rast nuk faturohet, rrjedhimisht vjedhet. Konsumatorin fjalë ka të vendosur njësorin elektrik në shtyllë, mirë po e ka të shkyqur për arsye borxhi ndaj kecit. Mirë po konsumatori ka bërë lidhje direkte në shtyllë, ku tash për momentin është duke i furnizu shtëpinë, njëkohësisht minimarketin edhe sallonën ndolimin me energji elektrike pa mati. Do të thonë njësori është i shkyqur, mirë po shpenzimi i energjisë elektrike është duke u bërë pa mati. Nga 5 kontrolle brenda një dite në rajonin e Pejës, ekipi special i kecit arriti të faktojë në 3 raste keqpërdorim të energjisë elektrike.